Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi në sezonën e qershive dhe kërkesat më të mëdha nga ju është se si ta përgatisim reçelin e qershisë dhe ta ruajmë atë pa u dëmtuar për një vit fare. Pa humbur kohë, vazhdojmë që ta përgatisim hap pas hapi recetën e reçelit të qershisë. Në total, unë po përdor 2 kg qershia, të cilat i kam pastruar mirë disa herë me ujë, gjithashtu i kam larguar edhe bishtat nga qershit. Tani vazhdojmë që të largojmë nga brenda përthomën ose kocin e qershisë. Dhe këtu kam një pip, është pak më i fortë, plastik e fortë, kjo do na ndihmoj që të largojmë më mirë bërthomën nga qershit, dhe unë këtë e kam mësuar nga nëna ime. Pra, shikoni se sa lehtë e largojmë bërthomën nga qershia. Vazhdojmë tani që t'i pastrojmë gjitha qershit dhe kjo është ajo që do t'na merr pak më shumë t'i kohë. Pastrimi i qershive. Dhe nëse keni dikën që t'ju ndihmoj, atëherë jam e sigurt se do ta përgatitni shumë më shpejt se unë reçelin e qershisë. Mua tani do të më duhen dikon 30 minuta për t'i pastruar 2 kg qershia një nga bërthomat. Dhe pas dikon 20 minutave, aq më desht mua që t'i pastroj 2 kg qershi nga bërthomat. Vazhdojmë tani që ta bëjmë reçelin. Marrim tani një tenxhere pak më të thellë dhe më të përshtatshme për ta zier reçelin. Reçeli i qershisë përgatitet në sherbet. Për 1 kg qershia duhet që të shtojmë 800 gram me sheqer. Nuk është shumë, sepse ashtu përgatiten reçelinat. Nëse shtojmë më pak sheqer, nuk bëhet i mirë dhe nuk ruhet gjatë tërdimrit, pra sheqeri gjithashtu shërben edhe si konzervues dhe ruajtja më e gjatë e reçelit. Vazhdojmë tani që në një tenxhere të shtojmë 1 kg e 800 gram me sheqer. Pasi e shtojmë sheqerin, vazhdojmë që ta tretim pak me ujë. Për 1 kg qershia, pra duhet 800 gram sheqer, 100 ml me ujë. Ujin do ta matim në gota të çajit. Në total do të shtojmë 2 gota çaj nga 100 ml me ujë. Para se ta vendosim në zierje, është mirë që ta përziejmë një herë mirë sheqerin bashkë me ujin. Në këtë mënyrë nuk do të na merr ngjyrë, nuk do të na bëhet i birr sheqeri. Pasi e bëjmë përzierjen në këtë mënyrë, presim tani në zjarr të lartë derisa sherbeti të fillon dhe të merr val. Dhe tani vazhdojmë në zierje, por bëjmë kujdes. Nuk i prekim, nuk i lëvizim, sepse mund që t'ju dëmtojmë formën. Tani zjarrin e ndalim në mesatare dhe presim derisa të fillojnë qershijat që të lojnë. Lejoni që të zihet për 10 minuta duke mos e prekur fare reçelin, derisa të na forcohet pak kokra. Dhe pasi që vreni që po fillon që të merr val dhe krijohet kjo shkuma këtu, vazhdojmë lehtë me një lugë, duke mos i dëmtuar kokrat, ta largojmë shkumën e mbledhur dhe e shtojmë këtu në një enë. Reçeli i qershisë zihet shpejt, qëndroni afër. Ngadalë, pi afrohemi fundit të zierjes së reçelit, shkuma ka mbetur shumë pak, kokra ka filluar që të zihet, vetëm do ta kontrollojmë tani lëngun se është bërë tamam i trash. Kontrolla e lëngut bëhet në këtë mënyrë, pak nga lëngu shtojmë një endë vogël dhe lëjmë të ftofet për 2-3 minuta që të vrejmë është trash sherbeti. Dhe tani që lëngu i sherbetit është ftofur, e bëjmë këtë testin kështu. Nëse pika e fundit nuk bie nga luga, qëndron kështu, pra do të thotë se sherbeti është trash mjaftueshëm dhe se reçelin e kemi
gati. E largohem tani nga zjarri dhe vazhdojmë që këto val të nxehtë ta zbrazim në kavanoza, nëse doni që ta ruani pa ngrirje. Por unë nuk e bëj asnjëherë në këtë mënyrë, mua kështu më ka mësuar gjyshja ime dhe unë zakonisht ruajtjen e reçilit e bëj në një mënyrë më ndryshe. Unë lejoj që të ftofet reçeli tërësisht për një natë. Duke u ftofur reçeli, do të trashet lëngu, do të shtrëngohet kokra, do të ruan formën më mirë dhe do të merr një ngjyrë më të bukur. Dhe ditën e nesërme do ta zbraz në kavanoza. Ju mund ta bëni cilën mënyrë që ju keni dëshirë. Dhe të dashur miq, tani reçeli është gati, e kam shtuar në kavanoza. Do ta ruaj në ngrirje. Këtu kam lënë pak që të gjithë tani ta shijojmë, do ta shohim se si na ka dalë, dhe unë zakonisht reçelin e shërbej me kafen e mëngjesit. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do të ngelni të kënaqur edhe nga kjo recetë e reçelit të qershisë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.